Artë, do më thonë Prishtina, Tirana u zhvillua shumë kohët e fundit. Do më thonë investojnë shumë, ndërtojnë shumë. Ti, do më thonë, ku jeton? Jeton në Prishtinë apo në Prishtinë? A ke menduar, do më thonë, shumë e rëndësi për ty edhe ta kesh një, do më thonë, një shtëpi apo një ambienti ku jeton ti jetë e sigurt, ti jetë non-stop edhe gated community, do më thonë, ti jetë e rrethuar, do më thonë 24 orë të ketë kontroll, se ti edhe fytyrë publike dhe ne kemi kemi probleme dhe ti jetojmë dikund vetëm që nuk është vendi i sigurt. Po. A është më rëndësi për ty edhe kjo pjesë? Po, normal një ambient i sigurt dhe një ambient që të përshtatet është një shtëpi e zamrës që ty të përket. Normal mu vjen shumë ishë në Prishtinë dhe në Tiranë janë zhvillu shumë që kjo aspekt. Njerëzit kanë shumë atletë dhe kanë shumë ma komod dhe me gjetë venet që ju përshtaten për jetesë. Normal një jetesë e sigurt dhe e mirë është për që ndërtime të reja që veç po i bojnë. Po, shumë bukur, shumë mirë, se është, edhe unë kam menduar, do më thonë, edhe jam duke menduar, do më thonë, Kosovë sidomos, se investimet janë bërë goxha shumë. Njerëzit në diaspora, shef të investojnë në Kosovë, në Tiranë, që gjarkulloje këto, edhe është më rëndësi të jetojsh dikun me një vend që është i sigurt. Definitivisht, sidomos për artistat edhe për çdo fytyrë, çfarë do, ose publike, ose njerëz normal që është shumë ma mirë me pas një ambient edhe një lagje edhe një shtëpi ku një jenë sigurt, ku ka kontrolla, ku që se ke edhe te. Edhe në ku jetoj shumë e sigurt, po që të ndërtimet e reja që po bëhen, normal që javlen me investu. Me investu, po. Javlen shumë, sepse te që tu jeton edhe është shumë worth the time me shpenzun që atë ven. Absolutisht.